Më ju ka djek disi, ha? I pas ka djek shumë njerëzve. I pas ka djek. E do ju djeki. Po ky nuk o dis, kjo paralajmërim. Ju e diti qa unë me ndodhë kërën e të bëjt dis. I gjithë sësi, ju TikToksa, jeni e TikToksa dëngeleni. E kom pa që ish shoku jemi ngusht. Odis Nazarit i fol me zakën. Leni TikTokën, no. Odis, ku ta bëj këtë dedikim me mjes. Nuk e di qa ke fol jo. Gjaxhi, tjetri, tje familje ndërume. Vlahim, leni TikTokën, mësë merri me TikTok. Zdi qa ke thonë një punë shpullash, e di ti e maj forti, vlahim. Ki shumë e sape me nëzirë. Shko të ata tjerë pas taj tonë. Se kam pasër me bo komente, se kam shumë punë. Edhe, jo po, o Gjaxhi, ka thirë Gjaxhin, thot kë. Normal që e thirë, së është, ka baba im shok, që në vitet 96, po. Ti atër, ke pas lindë, në jëmë pak më i matë se ti. Edhe, normalisht, gëzojnë respekt baba im me Gjaxhin të atë. Ke Gjaxhin më të mirë në Shqipëri. Po, normal që i kam thonë rria i aty najtë më ata që më shohet mu, se të kam pasu në shok ty, dhe ata që më kanë shohet mu, ti kam prezentu une. A kupto? Dhe ky e ti, dhe më thonë, ata që të këmë bo une vla, ti ke bo vla ata më kanë shohet mu dhe ti e prapë me ta sot. Ky është dalimi mes me e teje. A kupto? Është postimi i fundi që bëjt, tash i mundi me ongër mut, e me ongër karë në për TikTok, ku do. Hajde. Ko të fare të shilë, masë. A kupto, me që e do ke dalë publik të folë, për ta thëmë dhe publikisht. Kush je ti, ola, këtë delë aty kur ka qenë me mu, qa ti, qa kush, qa ti, qa, ma të tërgoj vepër ti, qa. Kena jetës për para, kena bo muzikë, s'kena pas shire mas një, shumë mirë. Ti i ke shite bythën për ju tim Dubai, mu sha nona e baba në sy, tatë në live, isha aty, s'dvjezor, me ata njësit kom njoftu une, nuk dvjezor, unë familjen të atë e takoj për dit, e përqafoj nonën tanë e babën tanë. Ku ka pidhë motër që unë t'jem aty e të shatë familja jote. A kupto sa i pështiri jeti, qa burnie, qa burra shjore. Po si ka me të burni jure. Më vje keshit pas ka djek disi, po me që e gje vetën aty, po ta thëmë publikisht, po nga gangster ju ban e TikTokel, hec të ashti, edhe lejni live-et, postimi i fundit mu më së përmendin live, kaq, shnet. Kene e gjo, më zinë me po gam TikTok, hypi avionit, hajtë në Rom, rrim, flasim, diskutojmë gjanat. Sa u qova sot mjes, të pastori, jo po mua bet kanoqesh. E, zot i madhë, që më ka gjetë mu me ju. O vla, ka mundësi me mnon hallet mija herë njetë, o vla. Shif një vla hallet e juja, mësë më përmen një mu, jo po. Ka shumë i pas ka djek disi, ju ka shumë. Pa e di pse njerëzve djek disi, një, se ju se keni kuptue. Kur është e vërteta djek, a më kupto? Kur është e vërteta? Kështu që lje TikTokun, amanet, edhe ktheu si që ke qenë, se si ma vetë vetja. Ish shoku im i ngusht, ish. Ta është këm fut me ish, me ishat. Hajde. Zotë i rrujt krejtë, kjo realiteti. Nësë jam gabim, po kemi qenë dysha më e mirë, më. Kemi qenë shokët më të mirë. Pse, shu? Pse? Thjesht pse? Me që do me folë, pse ma ktheve shpinën? Pse najte me njerëzit që mu më shajten motrën, familjen, e ti eshe po na të vëmë, pse i bane këtë gjënë? Qa shtyju? Pse, vla? Pse shkon e rinë me njerëzit që më shajnë mua, vla? Edhe kur erë në Shqipni, rrishe me njerëzit që më shajnë mua. Pse, më vla? Pse i ke bo këtë gabime me që do me t'i hap letrat? Pse dole? Ka shok legena pas kam pasune? Dhe mërë sot i madhë. Ka shok legena. Ska problem. Ja qif sharap qofsha djali moj keq. E qa do të thonë për mu?
Gjithë jetën e kom lanë vetën keq për shok. Edhe nuk kem pendua se kom pas shef me bon mirë gjithë jetën njerëzve. E jam mundu me familjarisht qarë gjithë lloj halli që ka pas në shok jemi, me babe, me nane. E çdo gjë. A kupto? Për çdo gjë më kam qenë aty. E di Tiranë, Shqipni, i lagje, e din edhe shokët e tonë mes njëri tjetrit. Po ata nuk hinë për TikTok, në për kështu. Vari karin, unë jam fliqe, degeneru me këto TikTok e kështu, po unë nuk hy mo, TikTokun e kam hape, kam veç për kong, të nxjerr albumin e këto. A kupto, çka kam bëu për ju valla? Gjithçka valla kam bëu, gjithçka. Me ma kthyn këtë mënyrë. Po kështu pas ka qenë shoqëria, ja qif sharop. Ha? Po prap. Gjelem ky që jam. Unë e pranoj publikisht. Nuk kam pas shok. Kalu shokun se gango. Që është në burg. Inshallah del sa më shpejt. Am kupto, edhe bashkë me atë kemi mbyll, shqyr Zotit. Inshallah del nga burgu sa më shpejt edhe i futet karrierës, sepse është një talent jashtëzakonshëm të leve. Por ju ç'patë tjerë se mirë se ju tjerë të vëlla, am kupto se unë ja prezantova atë. Tash ky është vllai im. Erdhi dhe Kleven lagje, rritet e shtëpia me mu. Aty ishte. Ju e shashit, pse na bjeni Kleven këtu? Qa është ky kështu? Po unë nuk e lëshoja Kleven, se ishte gjanja ime. Pavarësisht ai pati probleme psiqike realisht, edhe unë atë kam vlla, 23 vjeç shok, dhe se harroj kur. Ai është pjesë e ime, atë e di që kur dali do takohem me të. Po ti je çat ngeli. Se po flas. Kam ra 2 herë në burg, Shqipëri. Të kam marrë në Kosovë, kur ke qenë në burg, e a di që e kap, më ka gjetë çulli gjaj stat lagje ty qajt, kështu më dilshin lot, se më kap shoku në ngushtë Kosovë, në burg, kur reti atëherë me bar. E të kam marrë takim. Mu s'ma ka pru kush as cigare, kur kam ra në burg, ja qifsha motër, kur kush më ka ardhë, përveç babës, nanës, motrës, vllajt. Kur kush m'ka ka pru i cigare. Asnjëherë ke qenë në Tiranë, kam bo 11 muaj në fushkruj, ke qenë në Tiranë, s'pi ardhi herë vlla, s'ka ardhi letër prej teje, zvjezor. E të ka marrë në përburgje, ku ke qenë të ka marrë, me pa vllai në burg. E të ka marrë me vete për e të parë në Europë në mas kur mershim me të kuqe. Mamen, që veshrishe fitoj shelek të najtë. Çdo gjë e kam bo me që do një mi hap letrat, çdo gjë e kam bo. I cigare më kam rënë burg s'ma keni sjellër. Djeni e fonin live për mund, keni ftyrë jo. Dvesha dorën krah, thoshte ky është Olc Nazari, vllai im, midis gjithë botës. Ky është vllai im Olci, s'kam lënë tavolin, s'kam lënë vend ku kena shkuar, kam prezantuar me vlla. Kam thonë vlla. Kena flet një krevat. Gjithë jetës time kam pas shumë probleme me shtetë, kështu kur jeta ju s'ka ardhi herë te nana ema, te baba em, patëm me më çut fala. Edhe unë gjithmonë ju kam kuptuar. Kam thonë, hajt, s'ka problem. S'kam dash me prish shoqënin. Këto janë tolerancat pra që bojnë shoqëni. Këto janë ato gjonat e mira për mos me hush shoqëni. Po në momentin e parë që mu sha nana ime që i fal 5 vakte, baba im që s'ka don gjë pa bon për njerëzit, Shqipëri e mire, ka mbyll asmërie, ka boj shreti shumë. A kuptoj ju mu shan dy prindit sy tatër, se më kapi noti, a kuptoj kush je ti, vlla me që do mi hap letrat. Ky je ti. Që tash edhe njerëzit thonë pse del i mirë Arkimedi o ty fol kështu. Ma thuj një gabim që ka bo në jetën time me ty. Vetëm një më të voglin. Më të voglin. Jo. S'mundesh për shoqni, s'mundet me thonë kur që kom bo gabim shoqni. Se sot është ditë e djetë edhe prandaj tash t'i hap letrat edhe sot edhe s'keni me anë gju ma zonin, as nuk du me jam gju. Një gabim më të rëgën, një gabim, o vlla vetëm një gabim, hajde mbledhi krejt çunat lagje. Ma thuj një gabim që kam bëu me ty edhe jam dakord. E shef pra që gabime s'kam bëu. Ma të rëgoni ku kam gabu edhe unë, edhe të po vlla, kam gabu, po s'kam gabu se e di kam qenë 100% perfekt me shokët, pasha Zotin e madh. Ika. I përqafoj edhe inshallah veç t'jeni mirë me shëndet.